Mbas plot një muaj pushim në datën 19 janar rimblidhet Kuvendi i Shqipërisë. Edi Rama ka mbi një muaj që shtyn përgjigjen e Kuvendit për imunitetin e Belinda Ballukut. Për gjitha këto arsye, për të luftuar korrupsionin, për të kërkuar shkarkimin nga Kuvendi i Shqipërisë te Edi Ramës, për të kërkuar heqjen e imunitetit të Belinda Ballukut dhe një varg masash tjera ekonomike dhe shoqërore, dhe njëkohësisht, si rrugdalje nga kriza zgjedhjet e parakohshme, lëvizja bashkë ditën e hënë në orën 17:30 thërret të gjithë qytetarët e Republikës së Shqipërisë në një protestë të madhe kundër korrupsionit, kundër oligarkisë këtu, përpara Kuvendit të Shqipërisë. Korrupsioni e ka degraduar tërësisht shtetin shqiptar. Shqipëria gjysmën e vitit digjet e gjysmën e vitit përmbytet sepse ka në krye një kryeministër dhe ministra jo vetëm të korruptuar, por funde krye të paaft. Hajdutët nuk mund të bëjnë shtet. Hajdutët vetëm mund të mendojnë nga mëngjesi deri në darkë se si mund të vjedhin, çfarë mund të vjedhin kësaj. Kanë degeneruar të gjitha organet e shtetit, kanë degeneruar të gjitha administratën publike. Prandaj, sot është dita që ne të ngrihemi si qytetar masivisht kundër kësaj qeverie matrapazës. Po ju them edhe një herë, në emër të lëvizjes bashkë, në emër të shpresave dhe aspiratave të një shoqërie të tërë, të ngrihemi bashkë në protestë kundër korrupsionit, kundër oligarkisë, kundër allizhverisheve dhe të kërkojmë si rrugdalje nga kriza zgjedhjet e parakohshme.